Përshëndetje, mirë se vini në e-klasën. Unë jam Ermira, arsimtare në shkollën fillore Vëllezrit Milladinosi Struk. Sot, bashkarisht, do të zhvillojmë njësinë mësimore çfarë është identiteti dhe si ndërtohet ai, si pjesë e lëndës arsimit qytetar për klasën e 8. Cilat janë qëllimet konkrete të kësaj njësie? Nxënësi të kuptojë termin identitet, si formohet identiteti dhe të njohë karakteristikat e tij. Të lidh karakteristikat e tij me sukseset dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohet në situata të caktuara, të sqarojë se ku janë ngjashmëritë dhe dallimet me të tjerët dhe të lidhin sjelljet e tyre me sjelljen e individëve dhe grupeve. Cilat janë rezultatet që ne i presim? Nxënësi të di, të numëroj llojet e identitetit dhe të sqaroj se mbi ndërtimin e identitetit ndikojnë faktorë të cilët lidhen midis tyre prej jetës së përditshme, siç janë për shembull përvoja, familja, kultura e jetës dhe grupe të ndryshme sociale. Në mënyrë kritike të analizoj ndikime të ndryshme ndaj formimit të mendimit të dikujt, sjelljes, veshjes e tjerë. Të diskutoj lirshëm për identitetin e vet, të njohë ngjashmëri dhe dallimet të cilat i ka me individ apo grupe të cilave u takon. Në situata konkrete t'i analizoj dhe të vlerësoj aftësitë e veta, të shpjegoj dhe të lidh aftësitë e veta me sjellje në kontekst të ndryshëm qytetar. Çfarë është identiteti dhe si ndërtohet ai? Identiteti mund ta përkufizojmë si karakteristikë themelore të njeriut, i cili na bën të ndryshëm nga të tjerët. Por kur dhe si fillon ndërtimi i identitetit? Ndërtimi i identitetit të një individ fillon që nga çasti i lindjes dhe zhvillohet gjatë gjithë jetës. Më vonë, janë faktorë të ndryshëm të cilët ndikojnë në ndërtimin e identitetit personal dhe ati grupor. Pra, si fillim ndërtohet identiteti personal dhe më vonë identiteti grupor, duke pasur parasysh se si njeriu vendos vetë zgjedh ata faktorë. Cilët janë faktorët që ndikojnë në formimin e identitetit? Janë disa faktorë të cilët janë paraprakisht të përcaktuar, në të cilat individi nuk mundet vetë të ndikojë, siç mund të jenë gjinia, veçoritë fizike, vendlindja. Por me kalimin e kohës, janë faktorë të tjerë që ndikojnë, të cilët mund të jenë vendbanimi, kultura, arsimimi, profesioni, përkatësia, grupe sociale e kështu me radhë, ku vetë individi e sheh se ku e gjen vetveten. E tham pak më lart që në fillim ndërtohet identiteti personal. Po çfarë është identiteti personal? Identiteti personal mbështetet në idenë se çdo individ është unik dhe i ndjeshëm në raport me njerëzit e tjerë. Në gjatë kalimit të kohës, njeriu e vëren se ai ngelet në disa raste i njëjtë me vendimet që i ka marrur prej fillimit. Por duke u krahasuar me të tjerët, ai shpesh i parashtron vetes pyetjen: kush jam unë? Dhe duke u munduar që të gjen përgjigjen e kësaj se kush jam unë, ai i parashtron vetes këto pyetje: çfarë dua për veten? Si mund të arrij atë që dua? Si dua të jem? Dhe këtë krahasim nuk mund ta bën vetëm në raport me vetveten, por duke u krahasuar me njerëzit të tjerë me të cilët jeton. Qofshin ata moshatar, qofshin ata rreth i ngushtë familjar, fëmijë e kështu me radhë. Duke u nisur nga këto faktorë, ne e shohim se përveç identitetit personal, ndërtojmë edhe identitetin grupor dhe jemi në të njëjtën kohë pjesë edhe identitetit personal dhe atij grupor. Por për të krijuar identitetin grupor,
ne duhet të zgjedhim se në cilat grupe do bëjmë pjesë. Janë grupet formale dhe ato jo formale. Kush janë grupe formale? Ose kur mund të jemi pjesëtar i një grupi formal? Janë grupe në të cilat njeriu vetë vendos a do t'jetë pjesëmarrës ose jo. Të tilla janë klubet sportive, seksioni shkollor, bashkësia shkollore, klubi të rinjve e të tjerë. Ndërsa, në grupet jo formale, ne nuk jemi të vetëdijshëm se jemi pjesëtar të asaj grupe. Të tilla janë grupi moshetarëve, grupe të adhuruesve të natyrës ose të ndonjë lloji të caktuar muzike. Duke u përcaktuar në këto grupe, ne gjendemi para një fakti se kemi marrë role shoqërore ose role gjinore. Shpesh bëhet gabimi duke i identifikuar seksin dhe gjinin. Dhe pikërisht kur flasim për role gjinore, ne duhet ta bëjmë pikërisht këtë dallim, sepse karakteristikat e seksit kanë të bëjnë me dallimet vetëm biologjike mes grave dhe burrave, ndërsa karakteristikat gjinore formohen gjatë rritjes dhe pjekurisë. Kur jemi te rolet gjinore, është shumë me rëndësi se atë nuk e zgjedhim ne vetë, po na e përcakton shoqëria. Na e përcakton rolin e vajzave dhe djemve. Për shembull, ne e kemi prej në fëmijëri, i orientojmë fëmijët tanë të zgjedhin se cilat lodra do t'janë të destinuara për vajza ose për djem. Nëse i çojmë në një shitore lodrash, ne vetë vajzën e orientojmë që të zgjedh lodrat e rafti i lodrave për vajza, ndërsa djemt te rafti për lodrat për djem. Ndërsa përjetimi personal ka të bëjë pastaj me identitetin gjinor, po për këtë na duhet një kohë të kalohet, nuk mund të krijohet që në fëmijëri. Dhe nëse roli gjinor kishte të bëjë me atë se si na shikon shoqëria, shumica e njerëzve nuk do të ballafaqoheshin me sfidat siç kishte të bëjë një patinazhist rus, i cili zgjodhi të merrej me patinazhim, ndërsa shoqëria e vlerëson si sport për femra. Dhe sot ai ka arritur që të jetë patinazhisti më i njohur në botë. Ose, në anën tjetër, Maria Curie nuk do mundeshte të bën ato eksperimente duke menduar se shkencat janë pjesë e studimit të meshkujve. Pra, te identiteti gjinor vendosim ne se si do ta përjetojmë atë. Te identitetet grupore vlen të theksohet edhe identiteti etnik dhe ai shtetëror. Duke qenë si individ, të cilët jetojmë në vend të caktuar, bëjmë pjesë në një etni të caktuar, atëherë krijojmë identitetin etnik. Dhe si mund ta përcaktojmë identitetin etnik? Përkatësia në një grup të caktuar, pranimi i karakteristikave të atij grupi dhe ndjenja e lidhshmërisë me të cilën ai përjeton e shënon identitetin etnik. Shpesh e përmendim identitetin kombëtar duke identifikuar me atë etnik dhe mund të themi se është e njëjta gjë. Por kemi edhe identitetin shtetëror, e cila është ndjenja e përkatësisë në një shtet të caktuar. Pra, në një shtet mund të jetojnë më tepër etni, pjesëtar të identiteteve të ndryshme etnike. Duke u nisur nga përjetimi i ndjesisë së identitetit, shumica e përcaktojnë në mënyra të ndryshme. Ndoshta e kemi një zgjidhje për një kategori të identitetit, por në tjetrën dallohemi. Nuk mund të gjejmë askund në botë dy njerëz që janë unik, të ngjajshëm, por nuk mund të gjejmë edhe që janë të ndryshëm. Prandaj, për ta vërtetuar këtë, e kemi një aktivitet i cili ka të bëjë me kategorinë e identitetit,
në të cilët na kërkohet që të zgjedhim 3 kategori për të cilët ne mendojmë se janë më të rëndësishme për ne. Pra, nga këto që janë të dhënë, siç janë për shembull sportist, vullnetar, skaut, mashkull, nxënës, artist, gamer, djalë, vajzë, vëlla, motër, përkatësia nacionale maqedonase, turk, serb, bosnjak, shqiptar e kështu me radhë, në shtetësia nga ku jemi, vendbanimin ku jetojmë, cili për ne është më i rëndësishëm. Sa për ilustrim, do të kisha zgjedhur unë radhitjen e kategorive të identitetit për mua personalisht. Sipas rëndësisë, për mua është më e rëndësishme që jam shqiptare. Pastaj që jam femër dhe që jam njeri. Ky aktivitet do t'ju mundëson dhe do t'ju jep një ndihmë për të kryer detyrën e shtëpisë. Sepse pikërisht për këtë e keni edhe që të zgjidhni 3 faktorë më të rëndësishëm që ndikojnë në identitetin tënd, dhe duke pasur mundësi që ne të ndryshojmë diçka në identitetin ton, kisha dashur ta theksoni se çfarë është ajo që doni të ndryshoni në identitetin tuaj. Ju falenderoj.